Zgjodhëm këtë temë, çështjen e lutjes, se është nga temat që dhe mua më pëlqen shumë, por në fakt është edhe bërthama e besimit, sepse keni vënë re flasim për shumë gjëra, dhe të gjitha ato gjërat që flasim janë prodhimi i mendjes tonë, shumica e tyre, dhe interpretime tona. Edhe kur flasim për Biblën shumë herë, ose marrim shkak ose marrim në një varg nga Bibla, japëm interpretime që shumë herë janë ose të kopjuara, ose mendime tona, interpretime tona, siç i kemi përjetuar ose i mendojmë ne që janë. Në fakt, Zoti nga njeriu kërkon më shumë gjëra se çdo kërkonte nga kafshët. Dhe njeriu ka inteligjencën mendore dhe shpirtërore, dhe ri dhe po ta filozofosh pak, lind pyetja pse, çfarë ndihmon inteligjenca që ka njeriu edhe bën të dallojë nga kafshët. Shumë thonë që me atë fuqinë e inteligjencës njeriu thjesht mbijeton në tokë. Në fakt, për ne që besojmë, nuk është kështu. Në qoftë se Zoti na jep të inteligjencën thjesht për të mbijetuar në një botë të egër, dhe thjesht pastaj të vazhdojmë të jetojmë dhe ne si kafshë, nuk ka kuptim inteligjenca. Adami, gjëja e parë që mësoi të bënte, nga që ishte vetëm, ishte të fliste me Perëndin. Dhe ne dim që kjo vepër quhet lutje. Pra, gjëja e parë që mësoi Adami të bënte, ishte të komunikonte me Zotin. Dhe nuk ishte thjesht gjëja e parë, po gjëja më e lartë. Dhe nuk i fliste thjesht si një krijesë e ulët, po si barabartë. I shprehte mendimet, shqetësimet, pyetjet, mësonte. Dhe ky komunikim si ishte? Nuk ishte me gojë. Këtë e dim. Ishte komunikimi i brendshëm, me zërin e brendshëm që ka njeriu. Zoti i ka dhënë njeriut mundësinë të flasë, të mendoj brenda vetes së tij, të komunikoj dhe me veten e tij, të flasë sikur distancohet nga vetja e tij dhe i flet dhe komunikon me veten e tij, po gjithashtu komunikon dhe me Perëndin, me ndërgjegjen e tij. Se zëri i ndërgjegjes brenda te njeriu është zëri i Perëndis. Dhe është ndërgjegja që kemi brenda, është ajo që tingëllon dëshirën e Perëndis në qenien tonë. Çdo njeri, prandaj dhe lutja lidhet ngushtë me ndërgjegjen. Komunikimi me Perëndin lidhet ngushtë me ndërgjegjen. Një ndërgjegje e ngarkuar, do të thënë, në qoftë se ti bën një gabim, dhe ndërgjegja të ka paralajmëruar që këtë s'duhet ta bësh, dhe ti e ke anashkaluar, nuk e ke dëgjuar, dhe pastaj vetë të lutesh, të flasësh Perëndis, të flasësh Zotit, atëherë do të dalë para ndërgjegja. Dhe të thotë çfarë do? Këto bën në fraksionet e sekondit. Dhe në qoftë se ti nuk përkulesh, ti kërkosh falje, ajo nuk të le të flasë me Perëndin. Dhe prandaj njeriu dhe veprat e mira që bëjmë, edhe përpjekjet që bëjmë të ruajmë porosit e Perëndis, lidhen ngushtë me lutjen.
Ndarja nga lutja është ndarja nga Perëndia. Bashkimi me lutjen është bashkim me Perëndin. Akti, vepra e parë dhe më e lartë pra, është të lutet njeriu. Mundesh me duart e tua të bësh shumë gjëra të mira. Të ndihmosh, të punosh, të prodhosh, të krijosh, dhe të gjitha janë hinore. Por lutja nuk krahasohet me asgjë tjetër. Lutja mund të zvendçojë të gjitha të tjerat. Në qoftë se lutja është e gjallë me Perëndin, mund të zvendçojë çdo vepër tjetër. Çdo vepër që bën, sado e mirë që të jetë, dëmton lutjen, nuk është vepër e mirë. Çdo vepër e mirë që buron nga lutja është vepër e mirë. Se lutja është nëna e çdo vepre të mirë, lutja. Sepse në fakt edhe neve burimi i jetës tonë është Perëndia. Edhe çdo fuqi për të bërë të mirën vjen nga Perëndia, siç tha Zoti Krisht, pa mua s'mund të bëni asgjë. Që do të thotë, çdo të thotë pa mua s'mund të bëni asgjë. Në qoftë se nuk komunikojmë bashk, s'ma kërkoni mua, nuk do të arrini dot. Prandaj, për neve që besojmë, që jemi të krishterë, jemi pagzuar dhe kemi vendosur të ecim në rrugën e Perëndis, kultivimi i lutjes është thelbësor. Nuk je njeri i Perëndis në qoftë se s'di të lutesh. Je krijesë e Perëndis. Lutja të bën birë edhe bie Perëndie. Ajo të bën. Krishti tha, ikni nga mua ju, asnjëherë nuk u njoha. Çfarë do të thotë asnjëherë nuk u njoha? Si jemi takuar asnjëherë në lutje ne. Ajo do të thotë. Njeriu i urtë është ai që kërkon nëpërmjet lutjes të bekojë Perëndia veprat e tija. Në qoftë se Perëndia i bekon veprat e tija do prodhojnë dhe do burojnë. Në qoftë se njeriu nuk kërkon, fillon një vepër pa lutje, 99% nuk do arrijë qëllimin e saj. Pse? Çdo lutje ka një cikël. Çdo vepër, ka një cikël. Duhet të niset nga Perëndia, të vazhdoj dhe të eci dhe të ndërtohet nëpërmjet fuqisë Perëndis që merret nëpërmjet lutjes, dhe duhet të mbillet cikli me falënderim ndaj Perëndis. Kur Zoti Krisht bënte një gjë, një vepër, thot gjithmonë dhe populli lavdëroi Perëndin. Falenderoi Perëndin. Dhe Zoti Krisht kështu e niste edhe mrekullit që bënte. Që do të thotë, këto praktika nuk janë praktika, si të themi, imagjinare. Është realiteti njeriu që beson. Shumë njerëz afrohen në kish dhe nuk dinë ç'do të thotë as jetë kishtare, as si të jetojnë sipas asaj që do Perëndia. Njeriu duhet të ketë gjithmonë etje. Etje të bëj vullnetin e Perëndis. Frymëzimi i vullnetit të Perëndis për secilin prej nesh vjen nëpërmjet lutjes. Nëpërmjet lutjes e kërkon dhe nëpërmjet lutjes mund të vi informacioni, po dhe nëpërmjet të tjerëve që frymëzoi shpirti i shenjtë të thonë të vërtetën. Sipas egos që ke, nëse je shumë egoist, mund të thotë dhe macja të thotë çfarë duhet të bësh. Që të ulet unda. Në qoftë se, siç i tha Irodit edhe Izraelit që ishin krenar edhe egoist, për lindjen e Krishtit i lajmëruan persianët. Se nuk ishin gati, ishin egoist. Dërsa barint i lajmëruan engjëjt.
Pra, do kërkojmë nga Perëndia, do presim nga Perëndia, do marrim nga Perëndia, do ndërtojmë nëpërmjet Perëndis, do lavdërojmë Perëndin. Të gjitha përmbajnë lutjen. Po shkëpute nga lutja, u shkëpute nga jeta. Lutja është dera që do të çojë në parajs që këtu në tokë, dhe dera nëpërmjet së cilës do zbres Krishti në jetën tënde dhe në jetën e atyre që janë pranë teje. Nëpërmjet lutjes shprehet dashuria. Njeriu nëpërmjet lutjes kërkon Perëndis fuqinë për të shëruar, për të ndihmuar personin e dashur. Njeriu i lutjes nuk ka kohë të merret me thashë theme dhe me paragjykime. Është një derë e hapur nëpërmjet cilit zbret fuqia e Perëndis në tokë dhe ndihmon gjithë botën. Është thënie e etërve që kur të pushoj lutja në botë, kur të pushoj lutja që njerëz nuk do luten më, do vi fundi botës. Po të shikojmë edhe gjithë plani i fuqive të errëta është të na ndalojnë nga lutja. Dhe shikojmë që teknologjia përparon dhe në fund gjëja e parë që kërkon teknologjia është vëmendjen tonë. Pse kërkon vëmendjen tonë? Sepse kështu është frymëzuar nga ai. Pse është frymëzuar nga ai? Se njeriu që s'ka vëmendje s'ka lutje. Njeriu që s'ka vëmendje nuk ndërton shpirtin e tij. Njeriu që s'ka vigjilencë është një shtëpi me dier hapur, penxhere hapura. Futesh kur të duash, merr çfarë të duash dhe del. Dhe vjen prap kur duash. Gjithë njerëzimi sot kështu janë. Shumë pak njerëz rinë në derën e shpirtit të tyre dhe kujdesen për ato që futen dhe ato që dalin. Jemi bërë të gjithë, po të shikonim realitetin ton, një derë e hapur që futet çdo pislëk që prodhon shpirti i frymës së djallit. Nuk do të them gjëra më të rënda. Çfarë jemi bërë? Dhe ajo nuk mjafton që bëhemi pis për vete, po bëjmë dhe të tjerët. Dhe në fund, çfarë fitojmë? Një shpirt që s'mund të banojmë as ne brenda, jo më Krishti. Nuk durojmë veten tonë. Dhe shikojmë të harrojmë. Njeriu i lutjes është njeriu i heshtjes. Nuk do të flasë se lutet. Nuk do të dalë jashtë se e ka gjetur parajsën, është brenda ti. Mbille në një ku të duash dhe ai është i kënaqur. Ne lexojmë jetën e shenjtorëve, nuk e kuptojmë. Nuk kuptojmë pse rinin tërë jetën në një shpellë. Edhe si arrijej kjo gjë. Ajo arrijej sepse po trupi ishte në shpellë, po shpirti ku ishte? Në kopshtin e parajsës. Prandaj ata rinin në shpellë. Jo në shpellë, po dhe në pusht i hidhja njësoj ishte për ata. Edhe jetën se kishin asgjë. E prisnin vdekjen, e donin vdekjen. Jo ta shkaktonin vetja e tyre. Kur ta vendoste Perëndia. Sot feston Shënvar Lami, i cili ishte e prift dhe vrau gruan e tij. Vrau gruan e tij se u mashtrua nga djalli. Dhe i hodhi rrobat e priftërisë dhe qau tër jetën dhe vajti në një liçen atje nga Siberia dhe rinte atje vetëm me kafshët, me gjarpërinj, me ariun, me ujkun. E kërkonte vdekjen, se gjente. Dhe lutej, sa që shëronte të sëmur, ngjallte të vdekur,
do të thotë, pavarësisht situatës që jemi, ka rrugë të kthehemi, kemi kohë të kthehemi, të ndjekim rrugën e pendimit, të kujdesemi për shpirtin ton, ta marrim seriozisht flerën e shpirtit ton. Ua kam thënë prap, e dini që djalli nuk i bindet Perëndis. Nuk i bindet. Prandaj ka ikur është larguar nga ai. Në qoftë se ti thua, do të jap shpirtin tim, ai të bindet. Ç'do të thotë kjo? Ç'do të thotë kjo? Ai që si bindet Perëndis, nuk i bindet atij që e krijoi. Atij që di që nuk i shpëton dot, nuk i bindet. Po tia, në qoftë se i the, do të jap shpirtin tim, do më bësh këtë, ai e bën. Ç'do të thotë kjo? Bravo. Atë që ti se kupton, ai armiku që të lufton atë ditë e kupton shumë mirë. Atë ne që shesim për asgjë, prandaj Zoti ti vjen keq për ne. Se ai na i tha, nuk është se na i tha sa kushton shpirti jon, na i tha Krishti. Neve jemi që nuk e vlerësojmë. As Krishtin s'besojmë. Por të dini, shumica e njerëzimit, kur të vijë ora e vdekjes, do kalojnë situatë shumë të vështirë, kur të mësojnë të vërtetën. Dhe edhe flaka mos të kishe, feri. Vetëm të mësosh të vërtetën dhe konë që humbe, që nuk ndërtove shpirtin tënd, do jetë një feri plot. Dhe lutja e vërtet është ajo që lind pendimin, e ruan pendimin dhe flakën e pendimit e kthen në dritë. Dhe në komunikim të vazhduesh me Perëndin. Me thënë është një rrugtim. Ne vemi, rrëfehemi. Pendohemi për një gabim dhe rrëfehemi. Por rrëfimi jo nuk është i vërtet. Se nuk ka fuqin të ndrojë jetën tonë. Përsërisim të njëjtat gjëra. Dhe bijemi në një nivel ku do bëj çfarë do bëj, do vetë t'i them dhe vazhdojmë prapë dhe një herë. Nuk e kuptojmë kush është kuptimi i rrëfimit. Prandaj dhe kisha e parë rrëfimin e bënin publikisht. Pse e bënin publikisht? Që të ishte sa më i fortë dërmimi. Flaka e dërmimit të vërtet, sjell lutjen e vërtet. Lutja e vërtet transformon flakën e pendimit në dritë. Drita të mbush, të ruan, të fuqizon, bëhesh dritë dhe për të tjerët, bëhesh edhe vëlla i Krishtit.